Një shtëpi kukulle nga Ibsen është shfaqja që nxënësit e gjimnazit Raqi Qirinxhi vu në skenën e shkollës këtë 8 mars për nënat e tyre. Me shumë guxim, ata performuan një nga pjesët më të bukura për të treguar se kjo ditë duhet të jetë një kujtesë për realitetin e grave jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Drejtoria e shkollës Keti Qirinxhi thotë se çdo ditë duhet të jetë 8 mars për të gjitha gratë me qëllim që ato të kërkojnë të drejtat e tyre në familje dhe shoqëri. Mendoj që gratë në këtë ditë duhet të kujtojnë të kaluarën, po edhe të sotme, realitetin që ekziston në pozicionin e gruas në familje dhe në shoqëri, dhe që gruaja duhet ketë kurajon që të luftoj së pari vetë për të ndryshuar veten dhe pastaj të tjerët dhe shoqërinë, dhe sigurisht ne gjetëm edhe një mënyrë tjetër që këtë teatr ta shihnin gratë, ta shihnin nënat e shkollës. Dhe fatmirësisht ne sot kemi një numër të konsiderueshëm grash në këtë sallë për ta parë shfaqjen. Gjithsesi unë uroj gëzuar ditën e 8 marsit, ta gëzojnë duke menduar që çdo ditë e jetës së tyre duhet të jetë një 8 mars, një përpjekje e vazhdueshme për emancipimin dhe të drejtat e gruas në familje po edhe në shoqëri. Nën kujdesin e mësuesve, nxënës së shkollës mundën të sjellin mesazhe shumë të forta për të gjithë të pranishmit, siç është roli pazëvendësueshëm i gruas në familje dhe në shoqëri.